Në fshatin Luboten të komunës së Butelit më shumë se një dekadë që ndron e mbyllur ambulanca publike. Shërbimet shëndetësore, banorët janë të detyruar t'i kërkojnë dhe t'i marrin në ambulancat dhe klinikat e Shkupit, ku tashmë edhe kanë zgjedhur mjekët familjar. Përveç ambulancës, banorët e thanë se kanë shumë nevojë edhe për barnatore. Bëm shtypjen e matëm, gjakin e dham për analiza që ta. Shtypjen si e kisha? Më thojnë naltë, po, ne atë qështu e kemi regullisht të thëmë shtypjen, shtash se këta sënë ma promisojnë mu shtypjen e ma mirë. Kishin ma shumë aktivitet mirë, që ka nej kush i s'mundet me shku, ose nuk shkon, a këto e ka ofër, i ban këtë analizat që ka i ban. Në mungesë të ambulancës, Shtëpia e Shëndetit të Shkup ka nisur një aksion për t'ju ofruar ndihmë të drejtë për drejtë shëndetësore banorëve, veçanërisht atyre që nuk kanë mundësi të bëjnë kontrolle të rregullta. Një personel mjekësor qëndroi në këtë fshat ku realizoi kontrollet bazë dhe orientoi pacientët drejt institucioneve tjera shëndetësore, varësisht problemeve që identifikuan. Për shumë keqë kur ka ambulancë shumë mirë, është ma mirë. E në aptek këtë, ambulante, pse me shku në Shkup tërmë të poshtë. Isha dhe bëmët, ha? Nga Shtëpia e Shëndetit publike thanë se ambulanca publike në fshat do të funksionoj së shpejti, sapo të kenë përfunduar procedurat që kanë të bëjnë me atë, nëse do të ndërtohet objekti ri ose do të vendoset modular. Objekti modular që është në Butel, po punojmë në atë drejtim që atë objekt ta sjellin këtu në Luboten, që fshatarët e fshatit Luboten të kenë qasje më afër tek shërbimet mjekësore. Presim që në pas zgjedhjeve kjo procedurë të kryhet dhe të vendoset do e sjellim modularën këtu apo do të ndërtojmë objektin e ri. Ky aktivitet do zgjasë, pra nuk do të jetë vetëm këtë javë apo siç disa pretendojnë se është shkaku i zgjedhjeve, po kjo do të vazhdojë derisa të rregullohet çështja e ambulantës në Luboten. Sipas Isenit, ekipi mjekësor do ta vizitojë këtë fshat një herë në javë dhe do të kryejë shërbimet shëndetësore bazë.